فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما. Fillon udhtimin. Duke thot hypën me një anije. Dhe Khidri e prish anijen. Ja bën anijes një vrim. E dëmtoi anijen. Kur e pa Musa a.s. reagoi me një. Me të parin bafaqim, të parin problem që ndodhi, reagoj me njerë. Edhe pse I pa thonë, inshallah, të më konë së përli. Ama reagoj. Tha, a e prisha anijen që ti fundosësh banor të këti venit, më të vërtet, këtë vepër që e banë është shumë e keqe. Zbanë kështu me bërë. Kanë thonë djetarë, besimtari gjikon prej jashtë. Nuk gjikon me qëllimet e mreshme. Këtë rast Musa a.s. gjykoi në rasti prej jashtë. Me prish anijen, kanë me hip kanë në fundos. Që do mi mit këta. Kjo prej dobive, se besimtari I gjykon çështjet prej jashtë, jo me niyete. Dobia tjetër, sa I përket anijes, e prisha anijen për shkak se aty pari kalon të një mbret I cili I vjedh të anijet e njerëzve. E unë e prisha, ja bona një të metë, që kur ta shef, anijen mos ta marrë. E ai dëmtimi me remetohet, përmirësohet dhe ata shfrytëzojnë anijen. Ka thënë dietar, dobia e kësaj vepre që ka vepruar është ajo rregulla të cilën murxhit dhe xehmit e zamanit tonë përdorin këtë rregull për kufër dhe shirk. Dhe këtë mënyrë kanë çuar njerëzit kufër dhe shirk. Rregulla e dami dhe dobis, e njohur si rregulla e dami dhe dobis. Apo rregulla e veprimit të një të keqe ma pak të dëmshme që ti menjanohemi apo të largohemi një të keqe që na është më shumë e dëmshme. Dhe në këtë rast ta e marrin këtë rregull dhe e futin në kapitullin e kufrit dhe shirkut, që është e pasakt veprimi I kësaj në të raste. E kjo rregull a veprohet ndonjëherë, a punohet me këtë vepër ndonjëherë? Po, punohet. Një për këtyre raste është kjo çështje. Ashtu është një e keqe, cila është e keqja? Dëmtimi I anijes. Mirë po ekziston një e keqe shumë më e madhe. Cila është ajo? Grabitja e anijes komplet. Në këtë rast, Khidri e veproi një të keqe, e cila është më pak e dëmshme, për t'ju menjanu një të keqe e cila është më shumë e dëmshme. Mirë po, keni parasysh, me këtë rregull mos të marrim kushtmërie prej neje. Valla unë mendoj çështu që kjo meselë është çështu edhe bismillah, bëni këtë meselë. A kupton? Kjo rregull është rregull e saktë sheriatike, mirë po, jo në çdo kaptin lejohet. Apo kemi një rregull tjetër sheriatike që e kanë nxjerrë dietarët prej haditheve dhe ajeteve, që lejohet veprimi I të ndaluarave në rastin punimi. Lejohet veprimi I të ndaluarave në rast imponimi. Të imponohet çështja, meselja nuk lejohet, po pse tu ka imponu, lejohet. Mirë po, ka thënë dietar, kjo nuk është në përgjithësimin e saj. Lejohet veprimi I të ndaluarave në rast imponimit, të cilat Allahu I ka leju me vepru, kur të imponohesh. Jo ti ç'sh mendojsh. A kemi të qartë? Tash valla mu imponua dhe bona zina. Valla mu imponu me pi alkool edhe çështje tjera. Në rast të imponimit lejohet me vepru gjunahet të cilat na I ka leju Allahu të veprojmë në ato raste. A lejohet me ëmbër coftinën? Jo, ama nëse je të dek, pak sa më gjatë. Këtë ka leju Allahu subhanahu. E kemi qartë? Tash kjo është rregull sheriatike. E tash nëse këtë rregull e marrim kështu pa ushall e përdorim, vim me devime nga më të ndryshme. Dhe të devijuarit e këtij zamani kanë marrë këtë rregull dhe kanë futur në kapitullin e kufrit dhe shirkut. Dami dhe dobia. Dami dhe dobia. E tash kur ta marrim këtë çështjen e dami dhe dobis, ose kur të kthehemi çështjet vetëm në këndin e dobis, dobit e secili sen. Atë shkon të thonë, valla ato që vjedhin, ato kanë dobit e vjedhja, se bëhen të pasur. Ata që bëjnë zina, kanë dobit e zina. Çfarë dobie? Po I nxjerr negativitetin jashtë trupit, lirohet, I çelët truni, I çelën syt, I çelën. Edhe kështu me radhë. A veprojmë kështu? Nuk veprojmë kështu. Pse? Se nuk është veprimi I kësaj rregulle, nuk është I saktë në këtë çështje. Në këtë rast e dëmtoi anijen me një dëmtim I cili përmirësohet
për t'ju largu një dëmtimi shumë të madh, ajo është gabitja e anijes prej një mbreti i cili kalon të aty pare.